Në 125 vjetorin e ndarjes nga jeta të Naim Frashërit në Bibliotekën Thimi Mitko të Korçës, u zhvillua një aktivitet letrar nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare Naim Frashëri. Në këtë veprimtari që u organizua në kuadër të tetorit, muaj të librit dhe leximit, nxënësit sollën interpretime nga veprat e poetit të madh të rilindjes kombëtare, duke rikujtuar përmes fjalës së tij dashurinë për gjuhën, atë dheun dhe dijen. Shkolla jon organizon këtë përkujtimore në nder të poetit të madh kombëtar Naim Frashëri me rastin e 125 vjetorit të ndarjes së tij nga jeta. Qëllimi i kësaj veprimtarie ishte të kujtojmë dhe të vlerësojmë kontributin e tij të jashtëzakonshëm në letërsi, arsim dhe kulturë shqiptare. Nxënësit prezantuan veprat që kishin përzgjedhur duke sjellë emocione dhe përkushtim në çdo interpretim. Ne organizuam këtë aktivitet bashkë me mësuesen dhe shokët tanë për veprimtarin përkujtimore të Naim Frashërit dhe për 125 vjetorit të ndarjes nga jeta të tij. Unë zgjodha poemën Në fjalët e Qiririt sepse është ndër veprat më të bukura të poetit Naim Frashëri. Unë prezantova jetën dhe veprimtarinë e poetit dhe rilindasit kombëtar Naim Frashërit. Në veprimtaria përmenda shumë libra që ai ka shkruar si poet i madh. Kemi bërë shumë aktivitete për Naim Frashërin. Mua më pëlqejnë shumë poemat e Naim Frashërit, prandaj zgjodha të interpretoja dhe fjalët e Qiririt. Unë zgjodha poezinë Vakti e Buqësi sepse është një nga poezitë më të bukura të rilindasit kombëtar. Në aktivitet morën pjesë edhe nxënës nga shkollat vartëse të institucionit, duke kthyer këtë ditë në një omazh për figurën e Naim Frashërit dhe për dashurinë ndaj librit.